me një vend që s'kucojna me fujt të madhe. Kështu që kujdes qa komentoni, se tani më duhet me arrit zonin e më shtini më bo kare. E ju nuk jeni asishme, ju nuk jeni qef, unë me ranë sy të keq tani. Tonë kjo alamet femin këtu. E i përshëndetje. Hajdi pak chill, se është e dille edhe duhet me bo diçka për veten. Unë e po pres disa të vini edhe doqt. O, veç peshijoj, këtë varë qëtësie. Hajni kam lini se më ka folit vogël. Veç naluni ju, edhe pritni pak. Masi s'keni dalë kërka me bo diçka për vetën. Po ju marrune, që aty ku t'jom edhe ju me krejt, një kalla këtu. Që në buf shmimorë që të krejt me shqiptarë që shfolmi të madhe, ja u kena shti ethët. Që ta une ku të shkojnë për kësi vendesh, jom zakonisht veç vetë. Okej, se dalë me o pak me qëtësu vetën, me rahatu vetën, na i vynë se cilit njeri, veç ata njerëzit që janë budallë, mendojnë që nuk i vynë trupit e mendjes e shpirtit, mërat më falni i budallë tash. E anulloj këtë fjallë, ata që të pavetishën, mendojnë që ata janë Herkulesa, nuk i vynë me pushu, e desa t'i bojnë një 40 vjetë. Kur t'i bojnë 40 vjetë, atëherë vjen e kalumja, edhe jo prektën kreve. Halo, shka po bojmë tashti? Na, se gjithë jetën ngarkove mu pa u kujdes heq, nuk të hangër heq, po valla kena bajt, se na konë 3. Ama që tashti, që po bojmë unë? Ti tane ju shkon jeta edhe një 20 vjetë tjera deri sa të rahatumi tane. Deri sa ti shëroni ato plok që i keni marrë. Kështu që kapni veten edhe për çdo ditë bëni diçka për veten e juve. Jo veç me funkcionu. Nuk jeni këtu veç me funkcionu, si të mos veç për tjerët. Po jemi këtu dhe me jetu mëre njerës. Se cili kena drejt me pas edhe një jetë vetën dikon një farë knaqësie në këtë botë, një farë rahatie. Kena drejt me qenë se cili ka një herë vetë vetja e jo vetëm shërbim tjerëve. Lyp nona, qektu, lyp baba, qektu, lyp familjarët e ngosh, qektu, lyp aj, edhe na si marionete, edhe shko jeta. A bre njerësi, ti kisha bele një 30 vjetë, veç 30, ma shumë s'pollu. Më falje unë, po në 22 i pas nëse para. O, veç 30 prem të kisha. Edhe pse se 22 po ndina, po prap se prap. E, masi unë jam qëtu ku jam, bile ju që jeni kri, e keni shansën që tash me fillu, edhe mu bo egoist. Se cili prej neve guxojna me kon egoista. Që nuk do të thot që na jemi egoista nëse e këqyrmi në radhë par vetën ton e pastaj vinë tjertë. Shumë faleminderit, definitive më shkon që shto një kurorë. Kush po, shtrëma dhe dikush, a ka këtu të pitë koq? A ka të pitë koq këtu? Shtrëma një dikush edhe të pijin e koq, ti qitë ma qatë kurorë që aty, edhe të heci. Ose dikush nështë që më shë për herë par, e që kjo të qish po më bon si qik të vogël, kështu si qik të re. Sa grima, qa jo kurora ke mirë. Edhe dikush nështë që më shë për herë të par, nuk e din pak këtë humorin temë dhe ndoshta shfaqin temë pëse jënë para juve. Po s'ka gojle, e keni shancën me përcjell tash e tutje, edhe mos më përcjellshi që tash live, bile i këqërni aty këto videot e mija, edhe në YouTube atje ka bëll, edhe në Instagram, edhe qëtë në TikTok, edhe në Facebook, gjithka hova në shërbim t'juvin.
ama jo para meje, edhe familjarëve të mi mos mendoni ju që une ju qes juve para vetes edhe para njerëzve të zemrës për shembull. Një herë rahatojnë veten, pastaj një tala. Kena aftësi edhe kapacitet me bu edhe për shoqërinë diçka produktive. Nuk jam në TikTok, ju që jeni tri këtu, nuk jam në TikTok as për gifta, as as me lujt, nuk kom lujt halekor, as për dhuratas, as që kom ditë që ka kësi farsenesh. Në TikTok jam, mi u thonë sinqerisht kështu pak ma shumë për shokët e mi, për gjinimin shkullore, sa ta i kom krejt shok, kështu kolegë. E nëse dikush ka shpresa për ma shumë, që të pjavë këputi që pasha zoten nuk ka njeri që mundet me mdasht, edhe me më respektu, edhe me më vlerësu, sa e vlerësoj unë e veten, kështu që porrim qartë, mos u lodh një katë në ato drejtime, se jam rast shumë i rëndë, pasha zoten, s'mundet kërkush me mi plotësue dëshirat që i kam tashti. Se tash i bona mu vlerat e mija, tash s'ka shansë më orë dikush me më dashta, me më respektua, me më vlerësu ma shumë se që unë e du veten. Kështu që rrina qartë, e në TikTok jam pikrisht për shokët e mi, se me shoqet e mija punoj me vite, vetëm me femra, po fatkeqësisht e kom vrejt që nëse vetëm femra vedisohet edhe ecë përpara emocionalisht, rritet edhe merr vetbesim edhe forcohet emocionalisht, atëherë është shumë ma shumë në gjendje me i qitë kufi tanej moshkuve. Fatkeqësisht mundet më ardhe dhe shumë shpejt të ndarja, sepse moshkuve rrinë që aty ku është absolut nuk zhvillohet hiq emocionalisht, edhe mundet me pas edhe ndarje besa, se secili po lufton për shpirtin e vet, edhe për rehatin shpirtërore të veten, edhe për rehatin shëndetësore të veten, e gjitha këto na vijnë nga shtypjet e emocioneve. E nëse femnat punojnë ma shumë këtë drejtim, ju shokët e mi i keni la duhet. Për që ata jam TikTok për juve, he mira unë për juve që një ka dhe në më vjetë krejt dhe jana, se një ko qitë si theunakull, po me ndoni që ju i dini krejt edhe ju i një burrat, edhe burnia është me shtyp dikon tjetër, me shtyp grunë, me shtyp fëmin, me shtyp krejt. Jo, shokët e mi nuk është burnia atë. Burnia është mundu edhe ti, paralel me qatë grunë tone, me hecë bashkë, si paralel të qysh. E jo njoni me menu që është që ka, e tjetëri që ka, se ta ne dikur që që është që ka, tak, shkoll. Ta jep që aty një shkele, më thotë, lësha ma rrugën, se si më kam me të bajtë, ma. E këfjellë nëse kine me me të vjona, mos a di të ne me thonë, havosha për në gjoni, qika për në gjoni, ose qiken teme për shemë. Sa shpesh kur e postoj qiken, sa shumë njerëzim shkrujnë, a muna mu bo dhonë në rëjyti që si farsendesh. Po ku mund është ti mu bo dhonë në rëjemi para në për trajtimet mija, pa të shtiju në një herë në për vitë plugit, me të sheru mirë, me të rritë emocionalisht, tek atëhere mund është marrë në kritu të qika jeme. Ska, të qika jeme nuk mundi me arrit pa u sheru një herë në përdur të mija. Atëherë javë qeli derën me dalë të qika. E qësh me nut jo? Me marri një qikë që edhe ajo e shkreta së është hale formu me rritë në kështu si kërnona e vetë emocionalisht që me të qitë ku fe pe i fillimit, me ma që dëm edhe qikën si kur vetë që më kanë që dëm. Kesh tranu une. Që ta që drejtojnë të une, që të rrugë kanë, e ata që drejtojnë vetë të qika s'kom shkom me po. Ata tanej nështë e kanë ma letë shka pedi jone. Pak hajgore krejt për një me, këfjellë në njerëzi se keni mbet vetëm ankesa, balni mos e prej ankesave, edhe prej diskutimeve, qka o konë, që shokon, pse, qysh, se, ato krejt kanë shkue, qka o konë, që shokon, shkoni më falni për gjana që ka ju ka ndodhë para 20 vjetë, para 30 vjetë, faliminderit, për gjana që kanë kalu ato u krye, për punoni edhe hecni për parën. Prej sot e tutje është jeta jote, jo prej sot e te mas. Të
T'mirat merrni me vete njerëzi, këqijat mundoni milion që atje kujnë. Se ju me që ato t'u i përsërit që ato gjanat kalunës, ju pe formoni realitetin nesër. Tu i fol kush ta ka bo, çka t'kanë bo. Ja nis dikush me fol diçka shka ju ka ndodh para sa viteve, e vazhdon ky tjetri person që është aty edhe mu qështu, bohet aty një bisedë që ti thu horror, film horror. E nuk e din që pe e krijoni prap t'ardhmen. Mendimet, fjalë që i folni, e krijojnë ato çka e njëllë sot kime kur nesër, ato çka e kanë njëllë për para, nëse çka o njëlla, bon ma kemi të korë, kon t'i kormi, t'livrojmë, t'vllaqitmi, edhe t'mjellmi fara tjera. Se ku e në mas veshit, ma qitë ku e në mas veshit. Qërin ku? Me pa pasu në dikon, në kohën teme, qështo, sidomos para një 20 vite, 25 vite, besa edhe para 30 vite, se nësish bo, me pa pas mërën e dikon që kisha mujt me ngu qështu që shune po foli me juve. Kuku, po nuk e di për gjithë jetën kisha punu për qatë njëri, ose ju kisha falenderu disa des. Mi pa ditë që to gjona ma heret na. Unë si kom ditë, imsova, u shërova, pashti po mundona juve, mi adhon që ato, qka mu kom pas qefë në adhon dikush. Edhe, s'ma ka dhon. E tashti une, të adho juve këto, dhe ta havosh dilën, mas dite, të dasht mi rahat vetën këtu, edhe pse erdha një orë najta, një orë s'najta në shta, një 40 minuta veç me vetën, ta ne ti që shtasht himore të bëjt diçka për këtë njerëz zemore. Ta ne e vazhdoj prapve, edhe knaqësi për njerëz, pasha Zotën. Kini mu mësu tane me shiju jetën, çdo sekund, me krejt që ato qka i keni, Se nëse nuk i vlerësoni që ato qka i keni, dhe si ju doken kur qo, qysh po do një të nej Zotin mi u dhonë ma shumë. Hajde, qysh. Kur a i thot, unë ta qova qajnë, ti qova syzat me pote, qova telefonin, shka e ka do të tashti? Kompjuter, po do në laptopa, iPada, jaja se s'pja din vlerën telefonit. Unë s'pja din vlerën syza, mos po do me të qëtë thirë, sa se ne e pracion me ta bo, me ta hikat grashtarë, nuk me ti qka ka. Sa komentin e pas ki bo. Hajde tin tetës mirë se erdhe. Le bretin se tha sa keq flokë për zemën. A nuk em ka po ajo kur na i herë që i kom pas lita që tu si zhulla feti ara me të shpirti i pas. Se pas ka po hale ajo kështu pej malit me flokë që ka e palyme e në përsi në përmali mo. Se me rëndësi është për ato unë e flokë që shika. Ta shveç këqyrni sa taft janë njërzia, sepse jenë të fokusun vetëm të dukja, edhe që kjo gërdio kam vjenë njerëzi pe Instagramit. A mendoni ju që qka të sheni në Instagram është realiteta? A mendoni ju që qka shfaqi njerëzia në rrjetet sociale, qashtu e kanë jetena? O, unë javë qesë realitetin, unë për ju kalëzë që 99% nuk e kanë qashtu realitetin që shdoken e për rrjetet sociale. Nuk e kemi asnjë, e ke pona kur postojnë ati qka kena qef më bestu për janës matë unë. Kur shdur për juve dhe që ta shtese për dikujna, edhe me të regune për rrjetet sociale, qëfar shtresi ka të shpia me fëmi, qëfar shtresi ka me bukrin, me familjarë tjerë, kur shdur? Kush o do t'i që ta shte me folë, për pos një havë? Kërkush nuk del, mos ju lakmoni njerëzve që ka të shenin e për rrjetet sociale. Ata bile, ata e nështë edhe shumë ma keqë se ju. Leni mu duk, leni këto veç me pa nga jashtë, qka kish ble, qka kish vesh, e kish ble ajo një qandë, kish ble aj tjetëri një kerë,
e me lakmu se sa nuk ju vynë as kerët, as qëndat, as kur që heq nuk ju vynë kur gja, nëse nuk e keni shëndetin mendor mas pari, mental, shpirtëror, pastaj vjen fizik, se nga psiqika kthehetën kur lodhet trupi që s'mundet mu, pastaj qënë sinjale, them krytet, them shpina. Këtë këto jënë bazë psiqike, o njerëse. Qka për ju vynë tani këto gjona? Qka për ju vynë me vjerë me qënë këtu 10.000 frank, a këtu mrena një shkatru? Qka është më me rëndësi për juve? A mu ndi mirë? A mu duk mirë? Cila është më e vlefshme? Pa hajtë komentani që ta është edhe të regomni qka është për juve më e rëndësishme. Mu duk bukur? Apo mu ndi mirë edhe me pas shëndetin, edhe me ditë vlerën e jetës, me ditë me shiju çdo sekondi. Cila është më relevante te ju? Tina, faleminderit. Merë vete ca ka i shes online fustona, po si ka ne interesojnë vëllaj, me thonë drejten, jemi ka flasë mi krejt diçka tjetër, shko motër shqitja ta fustona dikon tjetër. Hajtë se nuk është këtu një portal, një t'jem dalë këtu me të ndimu me shqitë fustona as vellë. Se në martë puna mu martu edhe një herë, një jetën teme, me kule ko mu martu. Me kule bre, kule ko me vesh. Që s'ka shansë atin edhe një herë, më nuk punor me ne e kam, veç njëse. Zemrë, unë të përshëndes nga zemrë, unë të kam pa life, je shpirt i bakët, tu, ka qërejlet. O, Megi, faleminderit shumë, zemrë, se u ktheva pak për mas. A ban dyjat. Pa ma cila është për ty ma relevante, sepse nuk ban dyjat. Nuk ka gjë ma mirë se mi pas dyjat njëri. A i tonë. Jo, pa shes fustona e vele, ne jemi të folë krej diçka tjetër. Unë pikrisht që atem kështu je folë, që nuk është më rëndësi, që është më do. Ka një mërë velet ju vynë, fistonat, të krejt nga vynë. Për ne, është krejt në regull. Ama jo të une që tu edhe qysh jemi të folë, ndisha unë që ta të folë për tishat katunit, për vele, sa bukur, e qështu, okej, e fut atë koment. Ama unë jem të folë pikrisht kontër të në qasojnë, nuk i intereson carës, heq. Me ndëgju pak një herë, po pësë qysh thojnë ka na normal, qysh është vendi, buhet ku vendi, vëllahi shumë mire kanë pasë. Një vëlla me ndëgju një herë me këqyrë. Njetë se ka më martu. Unë dhe tjatë, me Ademin, jo Adem, ajo kuroro kun vetëm, që të përqatujmë qatë live. Ne jemi kun të martu me Ademin veç në live. Për qëta minuta, se jemi kun live, jom kurorzu, kush ke dëshmitari, nuk e di kush ke dëshmitari. Se për kështu, harron, ja. E ka pasa e punë. Edhe kretë dy ja propozoj, ty be heq mësë nënik, shka për ju vynë punora, mëre, shka për ju vynë punora. Kate që aty martani, bashkjetani, për janë një farti, të të lashe mu do pasha zote, të lashe e modhe. Shumë të lashe. Ti lecojmë edhe pa komente dhe ikem, ka një herë më ndojë. Me kategorinë e krejtve, Ema, me kategorinë komplet 99% shoqërisë tonë. Sikur ty që t'ka përpjek Zoti me të njëjtën kategori sikur unë, po për kontrazi juve unë e flas, se kom qef me kon autentike edhe me këto kom qef me ju thonë që secili jemi njëjtë. Secili i kemi përjetimet gatit njëjta, se bazën edukative e kemi pas krejt njëjtë, shoqëria shqiptare janë krejt njëjtit. Unë nuk i kam një shoqëri shqiptare ma tjetër se ti. Nëse je dhe ti shqiptare fjala, nëse je zvicrane, atëherë është diçka tjetër. Nëse sillesh veç me zvicranet dhe me njerëzit huaj, atëherë nuk mundesh me folte na. Edhe çfarë dashta me thonë? Edhe e mira e havës është që dalë dhe foli për me të ndihmu ty e me të kallëzu edhe ty. Nuk ka hjeka më të mëdhaja se me shëru veten emocionalisht. E vallaj pa na lëndu njerëzit, nuk shërojnë. Duhet më ardhën njerëzit, se njerëzit na lëndojnë neve gjithherë. Zoti na i qenë neve
gati të njëjtit njerëzin jetë, derisa ti e ke mësu mesazhin. Kur e ke mësu mesazhin, lirohesh nga çajo farfaze, atëherë mu nuk qëmë zotja se njerëzish njëtë. Që tash s'po mi qanë më vëllajnë, se i ka unë kalu, i përpunova. Ma më vjen shumë mirë që ka dhe kësi raste. Po thëmë, unë e flasë për 99% të shoqërisë tonë shqiptare. 1% e ka pas në shtafatin, edhe më rritë ndryshe, po edhe me pas një rreth ma ndryshe, edhe më martu. Edhe më martu, nështë me një rreth që janë ma ndryshe. Dul fatin TikTok. Ja. Ata të mitë nuk ka shansë me pas TikTok. Ka fati jem të ashtu t'i këmë thonë, Norgeman e din këtë punë. Norgemani e din që miliarderat në për TikToka nuk rinë, se unë ju këmë thonë, unë nëse këqyri mu lidhë me najnjeri të ashetutje, duhet me konë veç miliarder, se e ka aftësin shumë të fort me bo shumë shpejt milioner. E kështu që milioneri s'mjaftan, se sa i përket dashnis e respektit, e mundit, e marifetit e këtu, me ato sen drit nuk qitë. Absolut këtë që hiqë. Sen. Me konë, me tasht ikonin e me konë as i gruje perfekte, ta mon gruje shpis me 8 tonat, edhe me konë shumë e sinqert, në dashni dhe tëmë. Me ato sen drit s'qita. Ta shdojna mu këthyja, ta shdojna me këthy troken, ta shdojna me këshur vishku kona i miliarder. Veç për pare. Bile për pare s'po hekmi. Bile për pare s'po hekmi. Me hek si me hek ashtu e kështu, po bile një problema pak e kena. E miliardera në TikTok s'ka kështu, se mos me nëni që jëmë me lypë faqët. Qa është? Jëmë himi javë këthirë trurin pak. Jo, milioner nuk duhe, miliarder thash, mos ma përmend milionerin këto, me mi hub vlerat. Si një dru. Të lutem, shko në YouTube atje, këqyr ka video shumë nga une, edhe lexoj titujt e aty në video, në njonës, cilat ta mërmenja që është për ty, edhe ndëgjoje. Shumë shpejt. Gjoni po thot ku ka miliardera në TikTok-a? Ja, gjoni, që të po ta garantoj. Që to miliarderi kurre për jetë tjetës në TikTok nuk rrejtë, se s'ka ku. S'ka ku dhe që shumë miliarderi. Ju s'dip se po mirë na unë e mirë, që po nina si miliardere këtë në shpirë, po që, po kom qef edhe ju mundita në esione që shtë miliardere. S'ka përse ti Skorpion, pasurisht. Aj që të tim me të desht dhe ti po ashtu pasuria me modhe është me qenë dashuria e dy anshme, respekti dy anshëm, po kjo është e pamundur. Është e pamundur. Kështu që rrina qartë me juve TikTokit, flasmi për emocionet, ju ndihmoj edhe ju mundisi miliarder si korona, që shto, tashtë jo në miliardere në shpirte me marrë në një milioner nuk shkon. Që mundin në shpirt jo, njëri maj pasurin këtë botë. E unë ndina që shto, unë ndina maj pasura, maj mira, king e bre king, thjesht king. E pse më s'mundi edhe ti që ashtu tanaj? Jo me mendu që unë jë mendje madhe që flasë që shtu. Po kom qef mi u shti edhe juve, mi u tregu që masa nene, kur të vinim që shtu në qëtë piken ku jo, mund atëherë e lypni edhe miliarderin, pse jo mëre? Atëherë vjen miliarderi Sami Tubaj. Shka është Sami Tubaj, o ti gjën gjoka, pa i së shqiptar burri fort. Zdi qësh me fol me ta, anglishtën se dije. Apo më përkthen ti, bima qatë Sami Tubaj, ku është Sami Tubaj? Bima një mëre Sami Tubaj në qështu? E freskët ku shiesh. Për bis, nështë edhe nuk im ka shina a që freskët sa jam, nuk e dije, më do këtë një 10 orë kisha pa flejt. Sikur me pa deken qëmë. Jeshtë që qika, ka dole të prek, mamë.
Tash hansen. Jo veç do shta me dita je mirë së mësua e me më parë që ashtu qatë gjatë në gjonë. Kom fjetë shumë edhe kështu përdokna shumë e ojne, ama shpirti jam në kënë që të më qka dojnë. Alex Visha, jo pra Alex Visha i sështë miliarder që e të thonë. Unë i keshe në një i Dubai, ta e përmene Dubai, diqka. Thash në ishe i ka i mundet me konë. Kjora përshëndetje edhe tyje. Lene Alexia e në shtako, Alex Visha, ma miliarder, së besoj që është Alex. Edhe jo, Alexi i ka familjar të vet, i ka qëfart edhe pse si më patu kur gjë për ty në veç paret, po prapë se prapë ka lidhje, shqiptarë. Ani mu, jo që më shkruni që to e keni grun edhe fmin aty në fotografi, ose veç me gruin në fotografi, e shkoni më shkruni mu. Një ditë kom javë, një ditë veç ku t'javë qes. U mytë aty ju thonë. Ma për mëse më shkruni, po kushtojë një ku familjarëve t'ju. Kushtojë një ku familjarëve t'ju, se për t'ju jëm këto, edhe për qeshtjen tone, me grunë tone, për deri sa t'i shkon edhe i shkruun femnave tjera qëfar rahati dhe me pastane me atë grua aty. Qëfar rahati e? Po që shdo këty që e gruja jote mi u shkrue mashkujve tjerë. Për mu absolut, absurde, po është, sidomos kur për i keni këto profilat edhe me gra, edhe me fmi. E me ndoni ju që qysh ja bonin qësojnë, asë ma boni edhe muniste, për shemulla, mani mëre njerëzi, mani mos, edhe bili një vit do i kom para 3 viteva, 4 viteve kom bo një live, mani për njerëzi mos më shkruni se s'javë këthej, o nuk javë këthej, mos e hargjani kohën katë me më shkru muë, na drejtem. Kap një mërë njerëzi që atë kohë sa ma dedikoni mu, dedikoja grus tonë e fmis tonë që aty. Mos pa që gru e fmi familjarve që e ka jeton me ta. Që aty një njerëzve tu. Te bon vaki ju hec, ju funksionon, ju shkru një zdisove, dikush javë këthen. Ama unë s'ka shansë mi javë këthy na drejtim qësh ju më drejtohi muë. Më drejtohi dikush me punu me mu, normal që ja këthej, ama jo në TikTok, më drejtohi atje, numri është i punës ku mundi me më shenu, ose në Instagram i kthej. Ama nëse je ka kërkon ndihmë psikologjike, ama jo nëse je ka të më thonë që jom femna ma e bukur në bote që e ki grun aty në profil. Mani be shokët e mi, mani be se s'është qëllimi jem para juve që to m'ja vdhon hapsiren me më shkru mu e kondër ta është, jëm ka mundona jo me gjithë rahatin përbasht, mës me jo ardë puna, për që jëm da une, mas 23 vjetë martes. Mës mi ardhë puna juve munda, po bashk mu mundu me i zgjidh konfliktet, problemet që i keni, e jo me i bo dhe mazi. Se nuk jom nga ta persona që thom, u kall bishti dhelp nësë let kallet krejt vota, e kondër të është. Kom qef që ju dy palët me punu në drejtim, mas pari për juve se edhe nëse dohesh e merë tjetërën, njejt ka me të ndodhë, e njejt asen, se ti vet nuk je i aft apo e aft me majt një lidhje të shëndosh, edhe me rrit fëmijë të shëndosh. Të shkoni njerëz një lexoni një status e kom qitë sot, në Instagram edhe në Facebook e kom shpërnda. Për fëmijë, për edukimin. Është mase normale për njerëz, mase normale që më munu njeri që aty ku je me boat më të miren. E jo më shkutu i hapë sytë, se cila ka të fluturon, e keni pa shqiptarët e pa mundur është nuk kalu, një shqiptarët me kaftyra mësme t'i hapë sytë, se nuk keni aftësi mentalit fort, ju keni mentalisht fort, e nëse ju mendoni që forca është dikun tjetër, ndoshta me një muskull dikon, atëre keni dështu komplet, atëre jemi të shoqëri shumë e dështume. Forca e mashkullit është që to, ju shokët e mi, jo në muskuj, një muskull hiq nuk është, hiq kurkon, për pas që të naltë. E këfjell në pak, në boj hajgore, shumë dost kom qef me ju pas krejtve, dhe ju thomë, kur të më sheni falni more, falni në rrugë, falni në kafe, ullna me juve, pa problem, e pi një kafe, pi diqka. Në kazino, bro, në pof, nëse do një shkojna bashkë, hiq nuk është problem. Gjithka, ama sikur mentore e juvja,
po ma mirë shkoni që aty, edhe se mu lidh emocionalisht me na ikonin. Po, mire thash se e kom pas njët me thonë edhe që të sen. A petë more shokët e mi të dashtur nëse nuk jeni kap të sohin a drejtim, shkoni vlatje, paguni, edhe kryet ajo punë, që aty për që aty. Jo, me janis mi u shkru dikujna, mu marrë me kohën, me dediku kohën dikuj tjetër, knena i grunë, knena i 1, 2, 3, 4 tjera, nuk po flas veç për juve shokët, se nështë ka dhe femra, më është një shumë e vogël e femrave. Unë po flas për gjeneratën teme, tashti këto trejat mirja vojnë, hiq mos nalen. Hiq mos nalen. Absolut. Le t'jav kthejnë, bile këto trejat le t'jav kthejnë juve. Jesi, je. O tjara, ndëgjani zemën po hi live sa po muna, tash unë me krejt nuk muj mu taku. Ama që për që ta po hi live, sa po muna që to. Me mujt më ju arrit krejtve ku do që jeni në përbotë, se për mu jenë rrjetet sociale shumë nisa një mirë, nëse dina me i përdor o fjalla. Kur dini me i përdor jenë shumë të mira. E jo të anaj këqyrni qka mosin, qka piri unë aty, e shkoni të i shajtë rrjetet sociale. Krejt rrjetet sociale na kanë prish, jo nuk na kanë prish rrjetet sociale. Nëse si e i prish nuk mundet me të prishmi. Atëre nuk i aftësita mo, në mytë aty thonë, atëre nuk i aftë mentalisht, nuk i forcë mentale, me vendos ti për veti qka po këqyrë, po kënena javkona, kënena i shani. Bënu këfjell më pak, bënu realista. Bëni pyetje more, nëse nuk i frigoni përgjigjes, bëni pyetje çfarë të keni që. E dona faleminderit shumë faleminderit. Që apetëm shtit me rritë sonin pak. O pasha zotin, se hiqbe nuk e kom shprehime, bobi. Për i dëshirës shumë të madhe, që mu rahatu pak që ke shoqëria ju, me pas na kujdes ma shumë da një tjetrit, mos mu mundu me shtyp ato që është kishe ma i ollë se ti. Apet është e rrita zonin. Ndëgjo, atje në YouTube kom një video lirimi emocional, ti për angth që ke thonë, ty edhe krejt tjerë, lirimi emocional nuk do me thonë veç angthi, po depresioni, frika, krejt përmbahen që aty. Lirimi emocional e ka emrin, në YouTube e kom, ndëgjone për njerëzi sa ma shpesh, vasi me hin TikTok me hup ku, ndëgjone që aty 20 minuta mdo këtë është. Ndëgjone në mëngjes dhe në akşam. Për çdo ditë, deri sa ta nin veten më mirë që qare nuk ka pa pas efekt ajo hipnoz, nëse ti e praktikon pak me kujdes, sikur te mjeku ku të shkon edhe t'jep antibiotik, ti duhesh me marr 7 ditë, 10 ditë, 3 ditë mbaret se ta ka shkruar. E njëjta është edhe me këto gjana, bile këty në vynë është edhe pak më gat, se nuk është një medikament, mja nuk ka pakin dhimbjes apo depresionit, po këto të shërojnë prej rronjes. Nita po, gjdo gjë që qka mjellmi kena me kur. Qka mjellmi kena vet me kur. Që ata as mos e lejoni veten me ra nivel dikujna. Mos e lejoni veten me ra nivel të njerëzve që ju bojnë keq. Se te Zoti je prap i barabart, edhe pse ti veç që ka mundohesh mja kthy, ti e prap je ka mjell për veti. Se cili o njeri, se cili prej neve, kena me shkru në librin ton. Unë e shkruj në librin tem, ti e shkru në librin tone. Ti ki përgjithësi tani për çka ke shkru mrenan, jo unë për tonë, unë e kom temen. E kështu që mos shkruni, mos ja ktheni njerëzve. Mos e lijoni veten me ra nivel të kërkuj, nëse je ka miell prap për veti, edhe pse pasha Zotin e madh. Ka një herë jo më javë kthyje, po edhe publikisht më javë kthy, do njerëzve, është krejt normale. Ama ju, nalt në veten, nosht, ti mos shkruj në librin ton, diçka që ashtu se pash kime e kur. Niste prap kime e kur ti. Lej, ata le të shkruajnë librat veta, le të mjellin çka duhen. 80% kormi shka kemi njëll, 20% i kemi të karmës, karma që na përcjell e të parëve tonë. Zotit e din shka kanë bo që ata të parë tonë, që atje për paran. Në të gjunohë shka kanë bo të mira të këqia krejt, një 20% i bartë mina me veti. Mundë me ko njeri ma perfekt në këtë botë, mës me bo kujna keq heq, mës me lëndu kërkonin edhe prap, diçka mës me funksionua, prap jeta mës me na shku mirë, sepse bon vaki, kena
karma të parëve tonë që gjënohet që na duhet me i la. Dikush duhet vallaj. Këto e kanë folë edhe pleqt për para. Që të këqijat apo beja të rajshme na përcjellin në 7 palë. 7 palë, të më thonë 7 gjenerata. Unë e kom arrit me i gjetë deri në 4 gjenerat për mas emnat e mbi emnat e krejt. Ma në ato nuk e di çka kanë bo. Nuk e di e. Faleminderit shumë, Bella. Kështu që leni ju një herë që të karme, se larg jeni atyne. Larg, kur të lironi veten emocionalisht, tanej prap nuk funksionon diçka, tanej na duhet me këqy çka ka nga tresa karmike, çka kena na me liru mas pari nga tresa karmike e jemja, personale, pastaj vjen nga tresat karmike të familjes, që dikush në familje, të une e përzgjidhna e që ty në gjanave, dikush në familje duhet me ndërpreta në që ato, mos me shku në gjeneratat reja, mos me hek edhe gjeneratat fëmija e vllaznive të mitë, motrës tem edhe të mitë. Po prap edhe fëmija mi e ka një pjesë të karmës të babës vetë për shemull. E aty une nuk muj me shiru, aty duhet në i fëmija vetë. Njerëzi të qënin edhe mundje, ku me mujt me mjafshtin krybre që to sene sa ma shpejt. Me mujt sa ma shpejt e kisha pas edhe une ma let. Ta ne kisha pas njerëzi me kanë me najt, une s'kom njerëzi që muj me najt me ta dhe që më kuptojnë. E kom terapistën te me disa këtu në Zvicër që janë të njëjtën drejtim po, ama kështu, as familja jeme nuk e më kuptojnë, kur të rri me ta, unë kur rri me ta, rri që aty si, s'pe di që shpe thonë, ndo këtë vetja si kur në film të gabushën jam që aty. Po, ju ka mungoj njerëzit që kuptohi, bo në ju TikTok i bile, edhe pse shumë largë. Për profesionin si terapeut, si ko marrë të vendimi, jeta zemër. Të fala Hajrushi, përshëndetje Hajrosh. Qësh me thamë, une me këto gjana, kom fillu më marrë moti, e kom spjegu s'disa herë këtë sen, une i kom 4 ndeshje me kërë, 8 operacione, një 7 herë jëmë kone për rehabilitime që të në Zvicër. E kom kalu disa herë njëtë fazën e depresionit, një herë jëmë kone shumë keqë, 2 vjetë ma shumë. Edhe mas ndeshjes dytë, kjo konë 2009-ën, e kom pas aty në dhomë në spital një Zvicrane, një plakë që sytë zdo i keme mi pa, 10 ditë kom najtë në spital edhe as një mirë mëngjes, as një mirë ditë, as sa nuk më thajke. Kur e vrejti që jem ka dalë, po ma bën tha me dalë me dhezi cigare bashkë, vetë me veti kuku, atër u pike duhonin në terasë në spital, si tash i ka ndalu që t'ka, tash vetë me veti shka e gjetë, a dy që shmerë minjër ajo, 86 vjetë plaka. Edhe ma ki shkru një letër, emnin e disa librave, gjermanisht, adresën e vetë, edhe numrin e telefonit. Qërë tha ju nge dame, a e ki pytë tha vetën pse atëherë i kisha vetëm 2 ndeshje, dhe me thonë asë njerës jëmë konë unë e fajtore, çdo herë jëmë konë e mdalën dhe më kanë rapi për mosit. A e ki pytë tha vetën pse i ke pas 2 ndeshje identik të njëjtat? Thash jo, po është fati, kështu adhe nuk konë e shkrume. Tha jo, e gjithë jeta jote, tha o ka bohet mas shpines tonë, tha ti vetëm je ka befasohesh tanaj me të këqijat. Vetë me veti shka ka dhe më thonë, mërë kjo me këto sende, pa pas lidhje na, se s'kena një kur diçka t'il. Tha ndëgjot, e di tha që është e pa kuptushme ndoshta, tha po shko bleje qëtë liber, me ki shkruaj emnat aty, bleje tha qëtë liber, edhe qëto, tha dhe nëse si kupton, tha dhe pse gjuhën pe kupton shumë mirë, tha po jënë do fjali, tha që mundesh me pas problem, që tha ku e ki adresën, shkrujem, ose numrin e telefonit më thirr, tha dhe unë ta spjegoj. Edhe u qu plaka ka himrenën. Edhe prej atyhit unë kom fillu tanaj më marrë me këto gjona, po fatkeqësisht rreth e jem familjar shumë i ngosht, ja nisen me më akuzu edhe me më thonë që ja kom njës me lujt,
kom hine për sekte, a fakt aty ishin njëni libër është konë Krankheit als symbol, do me thonë, smuja si simbol i diçkafit. Ajo 70% më ka shëru, vetëm jo libra vetë nuk të shëran, po duke ledzu edhe të qitë në vepra. Ledzo, qitë në vepra. Pastaj kom fillu mu marë, pastaj kom ledzu libren The Secret, ajo është mendimi pozitiv, ligji tërheqjes e qëto, dhe prej aty të kur mu nuk jem nalë, jo marë veç me libra. Sa ma shumë jem marru në me libra, aq ma shumë jom largu prej rrethit dhe jom bo shumë vetjake se su ne bajsha mu kërkon heq. Nuk të largon kërkosh nga rruga e Zotit. Nuk jom ka flasun as për rrugën e Zotit, as pas Zotit. Musve me shtresin normal që kanë të bëjnë muskujt e fytit, ati pse se ndështë a i shtërngon dhëmë të natën. Une për veti, që to hales ko mujt me hek, mi shtërngu dhëmë të natën, mi kërsit dhëmë të natën. Ajo është mlefi që e ki mrenën, që s'mun është mja thonë njerëzve, po hahësh vetë me veti natën, pastaj prej felqive që i shtërngon, muskujt e qafës, kënenaj fërshpanik të shtërngohen muskujt edhe këta, si do mos këta përmas, edhe këta kënenaj, edhe dhim të e krejsta në i hazër. Ama më rëndësi është me liru ju vetën emocionalisht edhe me u qitë kufi njerëzve që mës me hek se ti hek, me smujat ti ki me hek, me 8 operacione dhe ton ato dhim përmas edhe koha në për rehabilitime të ilonu në fëmijët e mi gjithë kohën vetë, unë i kom pësu ato. Unë i kom la dëshirat e tjerve, që u duf mi avtëcu dëshiren krejtve. E mos e bani jo. Nuk jom ka flas me femna, si të mos edhe me juve shokët e mi. Edhe këtu e dini, ma shumë jom për juve se për shoqet e mija. Se edhe ju përbini shumë. Se ju moshkujt e keni shumë afshtirë, ju nuk falni shpejt. Ju mundohi gjdo sen me zgjidh vetë. Na femna të apet pak ma letë kena, se na flasmi. Na flasmi me shoqe, flasmi, na i marmi ndima shpejt se ju. Edhe ju e keni drejten, me gjithë njerëzi, apo me gjithë dikonin që mundi mu shprej komplet me qitë, edhe pse desin moshkujt ma shumë prej zemrës se femnat. Sepse moshkujt përbin shumë ma shumë, e kanë egon shumë të formume, është normale. Egon vend gabushëm nuk ju shërben për mirë. Me pas, egon vend e ku duhet, ajo është e jupja. Që është tërë si ka dalë, është shumë. Unë e krejt ato, Megi krejt edhe ato tjerat, krejt i kom lexue, serijat e asajna. Kur kom fillu me lexue sekretin ku zotë sa e nisha vetën mirë, pa ta provu ato me Parkplac, ka funksionu me njëhera jo me Parkplac të unë e Megi, qëfar knaqësie ta nej për mu, për me najt me i afirmu gjana tjera. Por në që të vend nuk e di që këj fëmi qa ka lypë. Edhe ato plus të që të është ta me thonë. E tanaj kom lidzu krejt ato tjerat. E që aty tanaj, u mundojsha me një herë me folë me familjarët e mi, ju kalëzu më të ledzone dhe ju që sa mirë koka në në këni, aty tanaj filloj ajo pjesa, ku më thëshin ka lujtë. Ova, jam egoist, vetjak edhe unë vëllojs shumë, jam bo shumë vetjak edhe shumë egoist. Mas pari këqyri e rahata i veten, tanaj tjertë, nëse du, veç nëse duhe. Gjithë të përdori dhe dhone. E ajo me Parkplac më ka dhonë vullnet Megi për me qëndruhe në fillim shumë e vështirë sekreti me ledzu dhe në 6 muaj se pa ta ledzu e pa ta ble, po se pa ta ledzu, se të si janë isha me ledzu më do ke shumë e komplikume. E tanaj, kur pa ta shku në fitness, në të ku shkuesha në fitness edhe e mora me veti. Hajtë tash sa ledzoj gazeta që atje, te marrë ta ledzoj qëtë liber dhe qysh jom ullë. Në bicikull, e kom marrë në dorë, ka ardhë njonis aty u përshëndetshme me ata fitnessit, që të më ngjes njëtit njerëzi. Edhe vish ma ka bo që shtu me gishta. Hej, shumë tha liber e mirë, tollës buah. Veç tha drab libe, kur t'ja fillojsh me ledzu, tha mos u dërzo se fillimi tha është pak i keq. Adin është i pak kuptushëm, e masa nej buhet interesant.
vetë me veti. O, zot, po shqyqyr që erdhe, nësë është veç fillimi qështu, po në kishe krejt libra, edhe pa mësu me ledzu, vëlla mi thonë drejtën, si shmi mësu nasë, si shmi rrit me, tu ledzu romana që si, s'ke pas ko, duke me mje lope, me latesha ndore, me dalë të nej në Zvicër, me marrë lumardhin me veti, me mjell aty, y kena pas pun tjera. Edhe aty të ne kom fillu me ledzu, o zot, se di një 3 herë kom ledzu, ato po i kom edhe nach folgë byë, i kom ledzu të asojna krejt. Të ne edhe sa libra tjera i kom në shpe. E tasht jem ka punoj me krejt shka është me anën temen, anën ju thojnë të parve tonë. Përshëndetje gjithve, Liza, mirë se erdhe. Ato tjerat, mindset dhe folg, ato janë folge bücher të sekretit, krejt i kom. Ta nej që ajo krankheit all symbol, das ist für mich das beste Buch, wenn jemand schlecht geht oder gesundheitliche Probleme hat, është diçka bre. Ama du një mi qitë në vepra, nuk mune veç mi ledzu gjanat, e vëllaj për mi qitë në vepra ta nej, duhet me u qitë kufin shumë njerëzve. Për me qitë në vepra ato që ka shkun aty, duhet me formu vetë besimin, me u qitë kufin njerëzve, nëse si akceptojnë, mu tërhek prej tyne, na prind s'kemi ku me qu, familjarë të ngurë s'kemi ku me qu, ama tërhek me marrë me distancë. Unë s'di se herë ju kom thonë që të live, pa disa herë unë e distancë marrë pe fëmive të mija njerëzve, që ta shti jo mu, shumë, ama që të fillim, kur përnojsha me veten, shumë u ka desh me marrë distancë prej fëmive. Se s'kem thonë fort për me licu. Po de, epa, ase jemi ajo, moti si e hi live. S'jom hi live se kesh në pushem. Pe i pushimi kem hi live një 2-3 herë më do këtë, edhe kështu freestyle ma shumë. E tash ti bol kena pushu, bol kena postue, veç fotografie, të ju do bukur, e ta merë ke menja hova miljardere, jo milionere. Po edhe aty nuk mune me dit qysh është financuaj pushem, sa kom shpenzu. The Secret quhet libri. Distancë, Gjeneta mund është me marrë distancë, nëse jeni krejt fëmije me fëmi që aty në salon, në shpi, mund është me marrë distancë, me shku në dhomë tone, me mshel derën, edhe me najt një gjysore, mund është më qu me dalë me hec, Gjeneta, tanat mund është me bo. Gjithë shka mund është me bo, veç pak adim me shtitruin pak ma shumë për dërim, se nuk mund është i pe fëmive tu distancë me njëherë, me menu ju që distancë lej fëmin në rrugë që aty, ose lej fëmin sa grima në banes tonë, edhe del largov t'i kape një kufer edhe bon auswandern, shko dikon në shtetë tjetër. Person që ka shkru, është Rudiger Dahlke, Dream Crowns, është Rudiger Dahlke, është një plak, ajo është. Ajo libra më ka shëru. Fakt, libra ma ka kallëzu rrugën që ka duhet me bone, ama shërimin e kumbo me hypnoz të anej. Me hypnoz, meditime, shumë sene tjera, ju veç hypnoza dhe meditime. Ama shumë kompetente, s'piti që mi thonë, shumë sene, më kanë ndihmu mu shëru mu të anej, ama dhe i kom praktikue. Jo si kur ju me mjetë vetëm të teoria, veç me ledzu, diçka me ndëgju ligjerata, po une kom ledzu, kom dëgju, ama i kom këthy krejt në vepra. Se pa i këthy në vepra është e kotë. Mundi 1.000 libra me ledzu, 2.000 libra i ledzoni. Kotë e keni. Nëse nuk i këtheni në vepra është e kotë. Praktika i bën gjitha, si kur njëtë përdetshme dhe një kërë kur do një mu mësu migra, nuk mund me një orë me thonë, po hinë problem që ta është edhe u krysë, ta është po di perfekt, ju vynë edhe aty do orë. Për qëndrimin, edhe unë e kom pas shumë problem, ani mund fillim me meditu, po qëfar meditimi që 300 milion sene mu silshin në përkry. Është y bung sahe, është si meditohet, o goni, faleminderit për këtë pyetje, e kam atje video në YouTube, dalimi mes hypnozës dhe meditimit, ama tash të kallëzoj shka është meditimi. Keshtu i thonë, çka keshtu i thonë, problem për qëndrimin. Y bung, provoja, mos mundal, edhe unë kom pas shumë problemo për qëndruar. Se ju e dini mu, rotacion kanal.
3 milion sende, ta mon u rahatoj shapak, pas na teshat milion. Çka më ka thonë ky atje? Për katastrofë. Shumë më ka vy deri sa kom fillu, po kur të filloni tana jo zot që shmuni, qëtash me dashtun e qëtu, im sheli syt edhe absolut kur gjë nuk nije për rreth temin. Goni, meditim do me thonë mu përqendru në moment, qëtashti. Unë ju thom metoda ma e lehta që muni ju mu mësu me meditu është me dal natyrë, e sidomos mal, pa telefon. Edhe mu mundu me vëzhgu qka të sheni, s'kini nevojnë mal, edhe që aty ku je. Ama dyqysh mu më ka një mu mali shumë, unë e kom marrë mali njerësi, definitiv. Kom fol me Melisa, me kaproj, me shka më dalë për paran. Kur delni me hec, mu përqendru krejt qka po shihni për paran, ose që aty në dhomë ku je. Mu mundu fokusi yt me qenë, e kur delni në malë të na i sheni gjana, se ato të përdit shmëris, aty, thu këto e kompost, është nështa interesant për tyje. A kur del shmal, këtë lisat, strukturën e druve, shkon të e këqyra, ato fleta, domat gjelbërta, domat mëdhaja, domat vogla, o zot sa senet kini me izbulu që i kish kriju zoti qka kur njëtë si ke pa ma heret. Vetëm përqendrimi në tash është meditimi. Hypnoza shkon ma tutje. Hypnoza hynë ma fillë subkonsciencë dhe me hypnozë mundem më këthy edhe të mas, edhe për para me kriju realitetin. Unë për ju thamë, nuk ka terapi ma të mirë se hypnoza. Pa i anashkalu e bazën psikologjike, se baza psikologjike në raste akuta jo vynë. A mu personalisht nuk më ka ndihmue, nuk më ka ndihmu as antidepresivat, nuk më ka ndihmu as trajtimet, sa më ka ndihmu hypnoza për shembull. Qka të falë, faleminderit shumë. Ju këmë thonë, une më ka vy shumë kohë me dalë para juve, une këmë dash njëherë vetë procesin me bo, këmë dash në kryt të gjana me i bo njëherë vetë, edhe me klient me punu, që kur dalë para juve, me ku 100% e sigurt në ato qka e thomë. Se një liber, mune me ledzu dhe jo vetë, 1, 2, 3, 10, ligjerata mune me ngu dhe jo vetë. Anërysh që është dikush me dalë që i ka praktiku këto gjana, edhe që të kalzon, që to heka i kompas, që to përjetimi i kompas, e kumbur që to, edhe më ka ndihmue, e kumbur që to dhe më ka ndihmue. Kom ujtë që 5 vjetë e ma shumë me dalë dhone me ju majtë ligjerata, ama ju kisha majtë ligjerata vetëm nga ledzimet, qka si cili për juve duni mi bojë. Ata shti daj me bindje shumë plotë, edhe gjithë herë ju thëmë, o njerëzit që të fjallë që të foli, edhe pse e foli shumë bindshëm, se rje edhe është të përjetim, besoni bresën të mirën e juve, është jo në temin. Kime mujtë gjenit, për ata që kanë, ade, Nita, mundet me ndihmue, mundet edhe shumë mirë me ndihmu, ama ndëgjë, ata që kanë ADHD, unë e djalin e kam që me pa ditë që tashti që shi di gjanat, kur o kon djali vogël që pa ta marune për shkolla, e ne për terapia të e që djalin, e Ritalin të i dhonë me pa ditë që tashti që ata fëmijën shumë special, kur për jetës djali tem Ritalin, nuk i kisha dhonë. Ata janë jashtëzakonisht njerëzit taftë. Edhe ata kanë ardhur në jetën tonë, edhe neve me na mësu diçka me ato aftësitë e tyre që i kanë shumë speciale. Por na mundohem edhe sistemi i shkollës mundohet tanaj me ul me shti krejt me një shemë. Jo, mor ata nuk janë të shemës, ata Zoti i ka dërguar të na ashtu, se jo çdo njeri për shtatë duhet me shti në shemë, në ata fëmijë si ti shtishe në shemë, si ti shtypsh tanaj me medikamente me kështu, ata desin në shpirt. Hej, unë për ju përshëndes, se me ta dhe shumë, qaj në kaftof, s'ka gajle? Po breve edhe qajnë zot nishe bre këtu e kanë diqysh. Qfar qaj tha pedon? A pedon e qaj tha mu qitsu? Ma shumë. A pedon tha në qaj mu këthil? Thash ja, që ato mu këthil? Se mu qitsu qitsova? Thash se ko me hin TikTok?
edhe të kthjella pak, se më duhet me dhonë pak një kontribut për shoqërinë. Është miqet stresi, Gjilanose, faleminderit. Përshëndetje valla, shka fole vërtet. Faleminderit. Po është kthjellna që ta tashti, qaq shumë pas ka fjell ky farqaj që meta në TikTok, meta me juve. Faleminderit edhe one me juve, edhe iden nuk e keni o njerëzi kur të mohen që shtu loj, fasi që ky që tashti, që e di që kom dhonë shumë djeni për juve, o pasha që të zot, shpirti më knaqe. Ju nuk e dini qëfar knasi e ndjej one, kur e di që bona diçka mirë për juve. Po se na e mësu me dhonë, ma mirë me një veten, kur t'jop, mi se ku t'marë, mi ama tash t'i joni, këto tash e dho me vullnetin tem, e për që ta knaqna. Ama dhe kom qef me marë, valla. Miliarderi kur t'vjen edhe të më thot, qëri miliardat ku janë këtu për tyje, po s'di ku shëm tha një shoh që fola me ta, tha shka kishe bo, dhe për janë nisin e pikallëzaj, qështu. Le, tha se s'ka në ardhë heq, a pishet dhe hale se kem su misionin, saj për këtë bollojkët, tha se po mdo këtë smet kur gjo për veti mu. Po jo, bethash se që to qka ti përmena nështa, jo, tha le, u kryje kjo punë. Nisja tha ti, apo thu që dush mja nisë për vetit, tha sho, po bre, mirë, tash e mas duhet me thonë, kur ti marrë miliarda. One, qofta edhe vich një, mas pari kom janë drejgj vetit, kushtet jetësore pak, kom e ble një banese, jo shpiq të në Zvicër, një banese, s'jem ka përtrina, po jem ka plauk, në të najtë e laushe me gjithë pas truse qështë. Një banese, ama kom qef penthouse të qësh, po valë. Një banese, një vallaj kom qef të qësh her do kur me bo një Maybach, jashtë me kon e kafe, pak si e mesme, e mrena lkura me kon krem. Qashtu, tashti dëshira e njerit valla shka me bo. Edhe unë ja kom nis me pas dëshira. Edhe tanaj u kryt, për që tonë Zvicër, mës me pas gajle mo, me punu heq, po veç edhe t'jeni t'bindur që s'kom jetu ma, nuk kom jetu ma mirë se që jetaj që tashti. Jetat standarte kom i pas. Kom e bleja petesha, në haun dem, në të pad, ka një herë, sa ty ka sërnet mira, s'ka më interesu, kur have, nuk besoj që kini me pa, në tesha marka, veç dhurat, kur për i madhë dhurat, s'kom shka me bo. A për kështu, se kena me shpërdo, kena me do bash, krejt, unë e që to i du për veti, normal që edhe fëmija janë me mua, jo kuptohet. E tane këto tjirat krejt kena me shpërdo. Ta t'jen pej për ma spitalit e kanë familje jemi të to, ku mi javë vleqet ato, edhe ide nuk e keni shka kom e bëllët. Kom e mit histori, bre, histori kom e mit. Veç t'na bin miliardat, si milionat jo. Se ma qiti TikTok-it që të me identifiku. Po, moj në të padë, pse jo. Shfar se janë është mira kom blej në të padën, Falloj, ato se janë e qka i gjone, në të padë kur nuk i gjone në shqitore, mo. Ani mu i kom pa ble një herë kështu për qaj, kështu bokalli vjetër, ata tasat, o zot po të mirë. Po ku i gjona ta i bi, dikon kështu në shqitore, s'ki shatë. Jo, thoj ka në të patë, e pse shka pas ka në të patë. Ta në të mira të gjonë, se anë shka kërkon së në gjonë. Hej, po ju përshëndes, faleminderit shumë që ka lutë kohë me mu, e unë e me juve, edhe në dëgjomi herave tjera.